tek historia e vrasjeve të ndodhura në një ditë, 3 vrasje në ditë. Për hir të vërtetës janë 3 krime, 3 histori tragjike që Ministrja e Mbrëmshme Albana Koçiu në raportimin e saj para Komisionit Parlamentar për Çështjet e Brendshme dhe të Mbrojtjes deklaroi me bindje se Shqipëria është një vend i sigurt dhe se policia ka treguar efikasitet me parandalimin e krimeve. Por në terren, realiteti i këtij viti tregon një panoramë shumë më të zytë. Emëruar në shtator të vitit 2025, Koçiu ka zgjedhur ta konsiderojë periudhën e saj në detyrë si fillimin e një viti të ri me rendin dhe sigurinë publike. Megjithatë, ngjarjet e ndodhura në vetëm disa muaj tregojnë se situata është larg për shkrimeve optimiste. Gjatë mandatit të saj, Shqipëria përjetoi për herë të parë një krim të paprecedent, vrasjen e një gjyqtari brenda sallës së gjyqit, ndërsa valja atentateve, shpërthimeve me tritol dhe vrasjet me armë vijojnë pa ndërprerje. Madje edhe sot. Vetëm në periudhën janar-nëntor 2025 janë regjistruar 10 ngjarje të rënda kriminale, ngjarje në Tiranë, Vlorë, Durrës dhe Sarandë, si dhe shpërthime tritoli në biznese, banesa apo automjete. Më 6 tetor u vra me armë zjarri gjyqtari Astrid Kalaja brenda sallës së gjyqit në Tiranë, ndërsa në 3 tetor në Sarandë një shpërthim tritoli mori jetën 58 vjeçarit Isuf Jaçaj. Po ashtu dhe gjatë tetorit u shënuan disa ngjarje të tjera tragjike, përfshirë vrasje në lokale dhe konflikte për motive banale. Ndërsa ministrja flet për siguri, qytetarët dëgjojnë shpërthime të shtëna duke përjetuar ndryshe realitetin. Të dhënat tregojnë se krimi është ende i pranishëm në çdo cep të vendit, ndërsa besimi i qytetarëve në rend dhe drejtësi mbetet më i brisht se kurrë. Për fat keq janë ngjarje të pashmangshme nga puna, pra janë të pashmangshme nga puna që bën përdit policia e shtetit. Unë nuk besoj se ka në një vend të botës ku polici rrin kuzhinë për të parandaluar që djali të godas babain me thikën e bukës, apo në një vend të botës ku polici rri brenda në kuzhinën e restorantit për të parandaluar picierin të godas me thikë kuzhinjerin.